sonte shënojmë kryengritjen e djathtë kombëtare si thirrje monumentale të popullit të Kosovës. Dhe në këtë kryengritje të djathtë, le t'i kujtojmë vetës se kush jemi ne. Jemi pasardhësit e qëndresës, jemi pasardhësit e rezistencës, jemi pasardhësit politik të shqiptarit më të madh të kohërave, jemi pasardhësit politik të doktor Ibrahim Rrugovës. Dhe para vetës, kemi një kushtrim, kemi një detyrë, një obligim të ndrojmë shumë, të luftojmë fort, të fitojmë me dignitet për Republikën tonë. Zonja e Zotërin, sonte jam para jush, jo vetëm si kryetar i 4 të Lidhjes Demokratike të Kosovës, jo vetëm si kandidat për kryeministër i lëvizjes më të madhe kombëtare, sonte jam para jush si një djalë i kësaj toke, si një prind me ëndra të mëdha për fëmijët e tij dhe fëmijët e Kosovës. Megjithatë, sonte jam para jush si qytetar që refuzon të pranoj zymësinë e vendit tim si normalitet kohës, të pranoj ndarjen si vlerë e përçarjen si mjet politik. Nuk jemi rritur kështu. Nuk jemi rritur kështu. Nuk I rrisim as fëmijët tonë kështu, dhe nuk duam as të fitojmë kështu. Duam të jemi të vërtet, dhe vërteta që na dhembë është se Kosova sotme është një vend I kontrasteve të mëdha. Një republik e bekuar me njerëz të jashtëzakonshëm, por e lodhur nga politika e vogël e një mendje të vogël që dëshiron të kapë gjithçka në këtë vend. Një vend Jemi e një vend me rini shumë të mençur, taft dhe plot dije e energji, por të papunë, pa shpresë të humbur e në kërkim të adheju dytë. Jemi një tokë që dha gjithçka për këtë liri, por që sot po kërkon me ankth një arsye të re për të besuar sërish. Sot kemi një Kosovë ku familjet punojnë më shumë se kurrë, por jetojnë me më shumë pasiguri se kurrë, kur prindërit sakrifikojnë çdo ditë, por në mbrëmje ende pyesin veten nëse do t'ja dalin muajin tjetër. Ku pensionisti numëron centët e tij për barnat, ku I riu diplomon me ëndra, po përballet me pyetjen më të padrejtë, që mund t'i bëhet një brezi, a duhet të rish këtu apo do të likësh nga këtu. Dhe kjo është plagë kombëtare, sepse një vend nuk humbet vetëm kur është I varfër, një vend humbet kur zhvlerëson besimin. Kur njerëzit fillojnë mendojnë se asgjë nuk ndryshon më, kur shpresa zëvendësohet me cinizëm, kur propaganda bëhet më e fortë se puna, kur zhurma bëhet më e madhe se rezultati, kur përçarja shitet si patriotizëm e kriza si mjet I ekzistencës. Një vend humbet kur mësohet me pak, ne nuk duam të mësohemi me pak. Një vend humbet kur një popull krenar I kërkohet t'i ul pritjet, kur qytetarëve u kërkohet kënaqen me ndihmat përkohshme 100 euroshe në vend të mundësive të përhershme, kur ambicia për zhvillim zëvendësohet me menaxhim të varfërisë, kur frika nga mbretësht e brendshëm bëhet gryrje e vetë kohës. Ne mbesim dër të fundit në Evropë e na thuhet se kjo është arritje, rinia jo na largohet e na thuhet se kjo është zgjidhje personale, familjet shtrëngohen çdo muaj e na thuhet se ekonomia polarizon, bizneset luftojnë për të mbijetuar, na thuhet se kurrë më mirë s'kemi qenë. Kjo është Kosova e propagandës, jo Kosova e qytetarëve të Kosovës, kjo është Kosova atyre, jo Kosova vërtet.